Mbi një të vërtetë të thellë. Toka nuk është pronë, por administrim hyjnor. Shpeshherë njeriu e shet tokën si një pasuri personale, si diçka që mund ta blej, ta shes, ta shfrytëzoj pa kufi. Por në thelb toka është dhuratë e Zotit si një besim i shenjtë që na është lënë në dorë për ta ruajtur dhe për ta trashëguar tek brezat e ardhshëm. Toka është themeli i jetës. Nga ajo të marrim ushqimin, ujin, ajrin e pastër. Çdo firmarje jon është e lidhur me gjelbërimin e saj. Kur e shohim tokën si pronë, rrezikojmë ta shkatërrojmë për interes të ngushtë. Por kur e shohim si administrim hyjnor, e kuptojmë që jemi vetëm kujdestar të përkohshëm, të thirrur për të mbrojtur me dashuri dhe përgjegjësi. Administrimi hyjnor na kujton kufijnë tanë. Ne nuk jemi zotër të tokës, por shërbëtorë të saj. Zoti na ka besuar këtë pasuri që të jetojmë në harmoni me krijimin. Çdo veprim i yni, nga mënyra si kultivojmë, si ndërtojmë, si përdorim burimet, është një akt besnikërie ose pabesie ndaj krijuesit. Brezi i ardhshëm është dëshmimtari i administrimit tonë. Nëse sot e shfrytëzojmë tokën pa menduar, fëmijët tanë do të trashëgojnë varfëri, thatësirë dhe shkatrim. Por nëse ruajmë me mençuri, ata do të gëzojnë begati, paqe dhe bukuri. Ky është amaneti që na është dhënë të jetojmë si kujdestar, jo si pronar. Prandaj le të ndryshojmë këndvështrimin tonë. Toka nuk është thjesht një parcel me kufinj, por një tempull i gjallë i krijimit. Çdo hap mbi të është një akt dhurimi, çdo mbrojtje e saj është një lutje e gjallë. Le të kujtojmë pronësia është iluzion. Të theksuar pastërtinë si pjesë e besimit. Toka është një amanet për brezat e ardhshëm. Allahu thotë në Kur'an, ne u afruam amanetin qejve, tokës dhe maleve. Por ato u friksuan, ta mbajnë atë, ndërsa njeriu e mori përsipër. Pra, është amanet për njerëzimin. Ky amanet përfshin edhe ruajtjen e tokës për brezat e ardhshëm, duke garantuar një të ardhme të qëndrueshme. Në përfundim, doja të thoja që ruajtja e planetit nuk është vetëm detyrë mjedisore, por obligim fetar dhe moral. Islami na mëson se çdo veprim ndaj natyrës është përgjegjësi për të cilën do të japim llogari. Një planet, një përgjegjësi, një ardhme nuk është thjesht një slogan, por një thirrje për ndërgjegjësim, veprim dhe përkushtim ndaj amanetit që na është besuar. Ju falenderoj. Jemi bashkë edhe për tema të rëndësishme. Tema e planetit tonë është temë shumë prekse. Shkurtimisht do ndaja një emocion që kisha pasur një herë, duke parë një dokumentar mbi jetën, krijimin. Një nga shkencëtarët e mëdhenj, Carl Sagan, e fillonte dokumentarin me një fotografi të qiellit, po themi kështu, hapësirës më saktë, edhe ishte një pikë e vogël aty. Edhe fjalët ishin kështu: shikojeni me kujdes këtë pikën e vogël. Ajo është toka. Ai është planeti ynë. Kushdo që ka jetuar ndonjëherë në këtë botë, ka jetuar në atë pikën e vogël. Çdo ngjarje që ka ndodhur ndonjëherë, ka ndodhur në atë pikën e vogël. Dhe të gjitha ato që do ndodhin janë tek ajo pikë e vogël. Kjo fotografi ishte bërë nga ato satelitët të dërguar në vitet 70, dhe në momentin kur përlargohej shumë, ishte dhënë një urdhër që të bënte këtë fotografi të sistemit diellor dhe toka me të vërtetë dallojë si një pikë e vogël. Kjo pika e vogël është shtëpia e jonë.
në këtë gjithësi, në këtë mrekulli që për neve është mrekulli e Zotit, nuk ka vënd më të bukur se sa kjo pika. Dhe ne jemi të bekuar që e kemi, por përgjegjësia është shumë e madhe. Edhe kur Zoti vendosi Adamin dhe Evën në kopshtin e Edenit, ose si parajs, nuk i tha vetëm hani, rrini, kënaquni, por i vuri si kujdestar të kopshtit të Edenit. Do thotë që njeriu ka një përgjegjësi për vendin ku ai është, për veten e tij, martohemi me njëri tjetrin, me kafshët, gjallësat, por edhe me natyrën. Kështu që këtë mesazh duam të gjithë së bashku ta përçojmë edhe më tepër. Faleminderit të gjithëve, edhe sukses. Të nderuar përfaqësues të institucioneve politike dhe fetare, motra e vëllezër. Sot ecim së bashku për paqen, por paqja nuk mund të jetë e vërtetë nëse nuk përfshin edhe paqen me tokën, me mjedisin, me shtëpinë tonë të përbashkët. Sepse mënyra se si sillemi me krijimin dhe qartë për mënyrën se si sillemi me njëri tjetrin dhe me brezat që do të vijnë. Shtëpia e përbashkët është mjedisi natyror, dhe për këtë arsye, kujdesi për të do të thotë kujdes për mjedisin natyror. Megjithatë, duke jetuar në një botë komplekse, nuk mund të kujdesemi vetëm për mjedisin, pa çështje ekonomike, mjedisore dhe sociale që duhet të adresohen së bashku. Prandaj, kujdesi për shtëpinë e përbashkët do të thotë të miratojmë një rritje që është e matur dhe e pajtueshme me kufitë e planetit tonë, dhe në solidaritet me të gjithë, do më thënë, e padamshme për këto. Ky lloj kujdesi për shtëpinë e përbashkët quhet them ose konvertim ekologjik. Konvertim ekologjik do të thotë modifikim i stileve të jetesës dhe modeleve të konsumit, produktiviteti dhe konsumi, që janë respektuese për tokën dhe njerëzit. Kjo mënyrë të menduarit dhe të jetuarit quhet edhe ekologji integrale ose e pranueshme. Mund ta përkufizojmë si një perspektivë të gjerë, që na lejon të kuptojmë se gjithçka është ndërlidhur, siç na kujtonte Papa Francesku në enciklikën e tij, Bekuar qofsh. Dhe për këtë arsye, të jemi në gjendje të bashkojmë çështjet e ndryshme që ndodhin sot, të kujdesemi dhe të respektojmë brezat e tanishëm dhe të ardhshëm. Është një perspektivë që më shëron një ndjenjë përgjegjësie dhe llogaridhënie. Kjo është ajo që bioetika na ka kujtuar gjithmonë. E gjithë kjo na detyron moralisht për një konvertim ekologjik. Çfarë mund të bëjmë? Me parë përmenda kompleksitetin e jetës sot. Ne nuk jemi vetëm ekonomi apo zhvillim. Ne jemi një sistem në të cilin gjithçka është e lidhur, dhe pikërisht për shkak se gjithçka është e lidhur, dhe realiteti është shumë kompleks, ne nuk mund të ndërhyjmë me vizione sektoriale, por duhet të përdorim një qasje ndërdisiplinore. Prandaj, studimi i fenomeneve mjedisore nuk do të thotë vetëm të merren në konsiderat elementet atmosferik, ndryshimet klimatike, tatësira, por edhe të merren në konsiderat dimensionet sociale dhe ekonomike të lidhura me këto fenomene. Mjedisi njerëzor dhe mjedisi social përkeqësohen së bashku, duke ndikuar njëri tjetrin. Kjo do të thotë pozitivisht se nëse ndryshojmë mënyrën tonë të menduarit, nëse edukohemi për të jetuar në mënyrë të pranueshme, mbështetëse, mund të ndikojmë pozitivisht në shtëpinë tonë të përbashkët. Është krijimi i një cikli të vërtetshëm, ku e mira lind të mirën. Përfundoj duke cituar titullin e një teksti shumë të famshëm të vitit 1971 nga biokimisti Van Rensselaer, Bioetika, ura drejt së ardhmes. Le të ecim së bashku në këtë rrugë të kujdesit dhe përgjegjësisë. Që paqja që kërkojmë sot të mos jetë vetëm një fjalë, por një trashëgimi e gjallë për ata që do të vinë pas nesh. Faleminderit. Krishtiu Duka, Pastor Iliri, Ahat Stavli, Pastor Iliri, Krishti Kuq, edhe të ftuarit që do të na bashkangjitet për pak. Kur flasim për mjedisin, shpesh mendojmë për diçka të largët, hyje, lumenj apo dete. Por në të vërtetë mjedisi është ajri që thithim çdo ditë, uji që pinë fëmijët tanë, dhe toka ku ata rriten. Është pjesë e jetës sonë së përditshme
dhe përgjithësisë sonë të përbashkët. Paqja nuk ndërtohet vetëm me një fjalë apo deklarata. Paqja fillon aty ku njeriu kujdeset për jetën, aty ku respektohet shëndeti i tjetrit dhe ardhmja e brezave që vijnë. Traditat tona shpirtërore na kujtojnë një të vërtetë universale. Na kujtojnë që, siç thot Zoti edhe në Kur'an, mos e shkatarroni tokën me duart tuaja. Gjithashtu, Elbasani është shtëpia jonë, një qytet me histori, kulturë dhe dije, por edhe me sfida reale mjedisore. Këto sfida i ndjejmë çdo ditë në ajrin që thithim, në hapësirat e gjelbra dhe kujdesin që u detyrojmë fëmijëve tanë. Askush mund ta ndryshojë këtë realitet i vetëm. Zgjidhja vjen vetëm përmes punës së përbashkët, institucionet, komunitete fetare, shkolla, familje dhe qytetarë. Çdo veprim i vogël nga secili prej nesh dhe prezenca e të gjithë këtyre studentëve sot këtu ka një rëndësi të veçantë. Një zonjë e mençur ka thënë dikur, një grup i vogël njerëzish të ndërgjegjshëm mund të ndryshojnë vetëm botën. Mund ta ndryshojnë botën, dhe ajo është në interes. Nëse sot bashkëpunojmë për mjedisin e Elbasanit, nesër fëmijët tanë do të jetojnë në një qytet më të pastër, më të shëndetshëm dhe më të qetë. Kjo është paqja reale që ne e kërkojmë të gjithë, kjo është përgjegjësia jonë sociale. Le ta shohim mjedisin tonë, qytetin tonë, jo si barë, por si detyrë dhe obligim nga Zoti. Ashtu siç është dhe motoja jonë këtë vit që toka është amanet dhe jo pronë. Sepse kjo amanet dhe kjo pronë që ne ja lejmë fëmijëve tanë, sot ne kemi përgjegjësinë, nesër ata do ta trashëgojnë. Kështu që ju faleminderit gjithëve. Çështje parsorë që kërkon vëmendje të vazhdueshme. Ai është themeli i shëndetit tonë, i dinjitetit dhe i së ardhmës sonë. Kur ndodhet ajri, sëmurret njeriu. Kur helmohet uji, rrezikohet jeta. Kur shkatërrohet toka, humbet shpresa. Si shoqëri kemi një përgjegjësi të madhe. Zoti na ka bërë dhuratë tokën ku jetojmë dhe elementet si ajri, uji dhe natyra janë vënë në funksion të njerëzimit. Pa to nuk mund të jetonim. E si mund të shkatërrojmë diçka kaq të bukur të cilën vetë hyje ka krijuar në përsosmëri? Ne nuk jemi kujdestar të tokës, ne nuk jemi pronar të tokës, por kujdestar të saj. Jemi të thirrur për ta mbrojtur, për ta ndotur, për ta ruajtur e jo për ta shkatëruar. Sot marshojmë sepse heshtja nuk është mozidhja. Marshojmë sepse ndotja nuk është çmimi i zhvillimit, por dështimi i përgjegjësisë. Marshojmë sepse fëmijët tanë kanë të drejtë të rriten me ajër të pastër, me lumenj të gjallë dhe me thyje që marrin frymë. Ky marshim, nga ana tjetër, është një thirrje për ndërgjegje, për institucione që të veprojnë me ligj dhe drejtësi, për bizneset që të respektojnë jetën dhe shëndetjen, për secilin prej nesh, si individ, të respektojmë atë që na është dhuruar. Mbrojtja e mjedisit është akt qytetar, por aq sa është edhe akt moral. Është zgjedhje për të jetuar me përgjegjësi, për të kursyer, për të ricikluar e për të kushtuar ndotjen. Sot zëri ynë bashkohet në një mesazh të vetëm. E duam jetën, e duam mjedisin, e duam të ardhmen. Le të mos jetë ky vetëm një marshim, por një fillim. Një fillim e veprimeve të përgjithshme, i vendimeve të drejta, e një kulture që respekton krijimin. Dhe dua ta mbyll me fjalët e Papa Franceskut, i cili thotë: toka është shtëpia jonë e përbashkët dhe po vërtet nga plagët që e kemi shkaktuar. Që ta duam këtë tokë si një dhuratë nga mira që na ka falur Zoti, harmonia midis njeriut dhe gjithësisë sipas mendimit bektashian mbetet një forcë e jashtëzakonshme, mirëqenieje dhe prosperitet, në bazë të cilave është devocioni ynë i përjetshëm ndaj Krijuesit. Ta duam dhe ta mbrojmë këtë tokë me dashurinë për Zotin dhe për njerëzimin. Zoti ju bekoft. Me shkollat që sot janë këtu, studentët, për mbrojtjen e tokës, gjë e cila na tregon që toka është e gjithëve dhe duhet ta ruajmë të gjithë bashkë. Një mesazh ku ne jo vetëm si Ministri e Bujqësisë që kemi të gjithë mundësinë dhe ato çfarë duhet të bëjmë për tokën, për të gjithë sigurinë që i japim në vazhdimsi brezave dhe atë çfarë duhet të ruajmë të gjithë së bashku, duhet të jetë e çdo personi, sepse toka nuk është pronë e askujt, por është amanet për të vazhduar dhe për të qenë e brezave dhe të gjithë qytetarëve të kësaj bote. Duaj që ne
të kemi të gjithë atë bashkëpunim të mirë, jo vetëm në sigurimin e gjithë produkteve, si bujësi që ne kemi për bujësinë dhe qytetarët shqiptar, por edhe për vazhdimsinë, për ruajtjen dhe harmonizimin e të gjithë brezave në vazhdim. Shumë faleminderit. Sot, më shumë se njerëzve dhe të ardhmen tonë, siç janë ndryshimet klimaterike, ndotjeve, pesticideve e të tjera, të cilat rrezikojnë jetën ujore dhe ujin e pishëm, të karbonit, degradimi i tokës në erozionin, ndotja kimike, bishpërësimi, shterimiet, autoritetet dhe komunitetet, për të edukuar ata mbi rëndësinë e energji të pastër, përmes përdorimit të energjisë diellore, të bicikleta, transportin publik, automjetet elektrike dhe hibride. Menaxhim përsim të ujit duke e përdorur në mënyrë të ndërgjegjshme në shtëpi, në shkollë, bujësi, industri. Amanet, jo pronë. Për këtë ne duhet kujdesemi. Dhe kështu që ky marshim, ne synojmë që t'i bashkojmë së bashku qytetar, të rinj, nxënës të shkollave, institucione dhe komitete fetare për të theksuar përgjegjësinë kolektive që kemi ndaj natyrës dhe brezave të ardhshëm. Përmes fjalimeve, mesazheve frymëzuese, përmes disa shfaqje do të kemi nga shkolla Qemil Granjaku, për një mjedis të pastër dhe një të ardhme të qëndrueshme. Dhe kështu që do të kemi disa dhe një performancë nga shkolla Qemil Granjaku, do të vazhdojmë më tej me marshimin si çdo vit, duke kaluar në ndalesat. Pa humbur kohë, unë dua që të jap fjalën zotit Arben Ramke. Frontale,